Ministria e Ekologjisë ka përgatitur dënime për të gjitha komunat në vend për shkak të mos përpilimit dhe zbatimit të planit për menaxhim me mbeturinat. Komunat janë dënuar me nga 3.000 euro, ndërsa kryetarët e komunave me nga 500 euro, për shkak se nuk kanë përpiluar në kohë planet për menaxhimin me mbeturinat. Ministri i Ambientit Abdulaqim Ademi tha se dënimi do të ketë përsëri, nëse komunat nuk ndërmarrin masa për të menaxhuar me deponitë e egra. Ne jemi duke përgatitur edhe dënimet për kryetarët e komunave, por edhe komunat të cilat nuk kanë miratuar plane për menaxhimin me mbeturinat, sepse kjo është obligimi i tyre për të miratuar për çdo vit. Këtë besoj që nuk do ta kuptojnë si dënim të tyre, por do ta kuptojnë si një iniciativë tonë për t'i kujtuar që edhe vitin e ardhshëm do duhet të miratojnë plane të tilla për menaxhim me mbeturinat. Për keq menaxhimin me mbeturinat janë dënuar edhe komuna e Likovës dhe ajo e Haraqinës, të cilat me këtë problem përballen tashmë 10 vite. Edhe përkundër premtimeve nga krerët e këtyre dy komunave, akoma nuk ka një zgjidhje të këtij problemi. Në kuadër të aksionit kombëtar Maqedonia pa mbeturina 2013, Ministri Ademi dhe kreu i Shkupit Koce Trajanovski morën pjesë në pastrimin e deponisë në urën e stacionit të vjetër Hekurudhor. Ja odbrao ova lokacija. E zgjodhëm këtë lokacion duke marrë parasysh se këtej duhet të kalojë një rrugë. Pas pastrimit të këtyre mbeturinave, do të fillojmë me pastrimin e mbeturinave punuese dhe do të rregullojmë vendin që do të lidh Brigadën e 3 Maqedonase dhe bulevardin Jane Sandanski. Kjo duhet të jetë një angazhim i vazhdueshëm i yni. Trajanovski apeloi që qytetarët të vetëdijsohen për ruajtjen e ambientit. Aksionet të ngjashme sot janë mbajtur në të gjitha qytetet e Maqedonisë.